Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa la aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala al-zalimin, wa salatu wa salamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Muhammad bin Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Falendrimi takon Allahut fuqiplot, mëshiruesit, mëshirbërësit, mbikëqyrësit, krijuesit të gjithë shkahit, furnizuesit. Atë falendrojmë se është i vetmi meritori që meriton të madhrohet, falendrohet, e lavdrohet. Prej tij ndihmë kërkojmë, tek ai mbështetemi dhe nuk dyshojmë se tek ai do të kthehemi. Përshëndetjet tona të përzemërta, salavatet dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë, njeriu më të mirë, këmbët e të cilët ecën mbi rrezullin toksor, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur e ndjekin dhe do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, për hir të Allahut fuqiplot, lut Allahun azza wa jall që t'ju begaton me të mirat, me begatit e tij të kësaj bote dhe asaj bote. Lut Allahun fuqiplot që t'ju shpërblen me të mirat e xhennetit, që ka përgatitur për banorët e xhennetit, për prezencën dhe pjesëmarrjen tuaj dhe sabrin, durimin tuaj. Lut Allahun fuqiplot që t'ju ruan juve dhe familjet tuaja prej çdo fatkeqësie, prej çdo belaje, prej çdo sherri. Lut Allahun fuqiplot që evladët tuaj dhe evladët tanë në rrugën e drejtë t'ju uzon. Për njerëzve të hajrit e të dobishëm Allahu t'i bën. Lut Allahun që me dituri të dobishme dhe me besim të fortë e të sinqert Allahu t'i furnizon. Lut Allahun fuqiplot që të vdekurit tanë, prindër, shok, familjar, Allahu maghfiret e rahmet t'i bën. Varret e tyre kopsh prej kopshteve të xhenetit, Allahu t'u bën. Në xhennetul firdaus me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allahu të na bashkon. Vëllezër, është e rëndë për natyrën e njeriu që njeriu të ndryshon sjelljen e tij. Dhe ne dallohemi njëri nga tjetri me sjelljen tonë. Dikush sjelljen më të mirë, dikush sjelljen më të butë, dikush më jashpër, dikush më i vrajtë, dikush më tolerant. Wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum. Allahu ju ka ngritur juve në shkalla të larta, në nivo, për t'ju sprovuar me atë të cilën u ka dhënë. Kështu që dallohemi edhe në akhlaq, edhe në sjellje, edhe në moral. Pa pikë dyshimi, ne të gjithë jemi të etur për përmirësimin e moralit. Jemi të etur për shkak se çdo njeri i vëren ato gabimet e tij. Çdo njeri i din i sheh ato gabimet e tij, i sheh ato lëshimet e tij, edhe pse çdo herë nga ana tjetër janë ato tentime djallëzore për t'ia zbukuruar njeriu sjelljet e tij jo të mira, jo të përshtatshme. Kështu që ne me lejen të Allahut te bareke ve teala, nëse Allahu na mundson e na lehtëson, do të themi disa fjalë rreth atyre të cilët janë të etur siç etemi për ujë, që janë të etur për përmirësimin e moralit të tyre. Disa fjalë për ata të cilët duhen të karakterizohen me moralin e njerëzve të mëdhenj, të karakterizohen me moralin e pejgamberëve, e sahabëve dhe gjeneratave tjera. Ne jemi besimtar, walillahi alhamd, të bindur në Allahun fuqiplot, por jemi mëkatar të dobët dhe gjunaqar. I kemi lëshimet tona, i kemi dobësitë tona. Andaj, ajo lufta me vetvetin dhe vetë llogaria duhet të jetë pa ndalë për përmirësimin e gabimeve tona, sepse vetë llogaria dhe lufta, gjihadi me vetveten, me nefsin ton, na shënohet, na regjistrohet në veprat tona të mira. Sepse kjo është lufta më e madhe dhe është e vështirë dhe njeriu nuk e ka kollaj që ta ndryshon. Por nuk do thotë se kjo është e papërballueshme dhe e pamundur. S'u thotë njeriu unë sundroj. Ka shumë njerëz që unë sundroj, unë sundryshoj, kjo është gabim. Kjo është e papranueshme, s'është e vërtetë. Të gjithë mundemi të ndryshojmë nga e keqja në të mirë.
Po njerëzit ndryshojnë gjithashtu prej të mirës në të keqe. Ne si besimtar kemi mundësinë që të ndryshojmë nga e keqja në të mirë. Edhe kjo është e mundur dhe mund të përballohet, por kërkohet lufta me vetveten, kërkohet vetë llogaria dhe gjithë ato shkaqet sebepe tjera që na mundsojnë neve për të ndryshuar atë moralin ton. Une do mundohem pak këtë ligjerat të amaj me letrat hapur, ne i themi. Me letrat hapur, kur themi kemi parasysh tash, unë mund të ceki do gjëra do sende, ndoshta që tjetri une i kemi ato. Nuk është qëllimi me të prek me një karakteristik që nuk është e mirë që t'je ke. Të gjithë kemi ka diçka. Qëllimi është me përmirësu vetin ton dhe me qenë sa më të moralshëm, sa më të mirë. Marrim shembullin si xhamat. Xhamati vëllezërit nuk janë enxuj, nuk janë melaçe. Janë njerëz gabimtarë gjinahçar. Çdo kush. Kullu bani Adam khata'un. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çdo biri i Ademit është gabimtar, është gjinahçar. Ama për atyre gjithë gjinahçarëve më i miri është wa khairul khata'in at-tawwabun, ai i cili pendohet. Tash të gjithë kemi ato gabimet tona. Ne falemi, ne adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, por ju se me të vërtet morali ynë është i kompletuar dhe ne jemi me të vërtet me një moral të madh. Nuk është e moralshme nëse ne falim namaz, e në anën tjetër e përgojmë një tjetrin. Sa është e moralshme kjo? E ketë, Allahu na fal, na më shiroft, ja Rabbel Alemin, subhanallah, si vend bukës e kemi, të gjithë këtë bëjmë. Sa të dobët jemi. Nuk është e moralshme. Nuk është e moralshme, aty bëjmë muhabet, pim kafe, të kalojmë një copë kohë bashkarisht e pastaj, masi ta kthej ose ta kthej shpinën, me ashani një tjetrit. Nuk është e moralshme. Nuk është e moralshme me i falë 5 kohë namaz, ose me marrë pjesë në xhami, me frekuentu xhamin, me falë namaz, ama kur shkosh në punë atje me e shkatru punëtorin tanë, me hangur hak në mallit. Pra, nuk është. Kështu që pajceke dhe gjëra tjera e shohim se me të vërtet, mesin e xhamatit, mesin e njerëzve, kemi njerëz të cilët domethënë kanë dobësitë e tyre. Tash, ti hoxha melaçi, edhe unë kam dobësitë e mia, edhe unë kam nevojë një përmirësimin e moralit tim. Kështu që kemi prej vëllezërve që shajnë, kemi prej vëllezërve që ofendojnë, kemi prej vëllezërve që nervozojnë shumë, kemi prej vëllezërve që përgojojnë, kemi prej vëllezërve që pinduhan, kemi prej tha me letra hapur, shumë gjëra, se në tjera që duhet t'i cekim. Pse duhet t'i cekim? Se nuk janë gjërat mira. Nuk janë gjërat mira dhe me ardhën xhami, me i ranë sejdë Allahut subhanahu wa ta'ala, me era rom, jo të mirë, vallahi në nevojit të përmirësimi gjendjes tonë. Se kështu shejtani në zbukuron halin gjendjen tonë dhe ne i thomi për mashallah. Po si vallahi për mashallah? Si për mashallah kur 1% e madhe vëllezërve vinë në xhami, vinë namaz me Erduhani. Që nuk bën. Pa hyrë detaje për dispozitën, ju e dini dispozitën e duanit, po veç asaj, çka ndodh me namazin, vëllai? Çka ndodh me namazin, sa namazi është në vend, sa namazi pranohet tek Allahu subhanahu wa taala, duke ditur inna Allaha tayyib wa la yaqbalu illa at-tayyiba. Se Allahu është i mirë dhe nuk pranon përveç se të mirën. Ama një namaz me erë, një namaz me syfatësi, një namaz me sharje, një namaz me përgojime, një namaz me ofendime, një namaz me nënçmime, një namaz me përçmime. Anna yustajabul la, Allah thot, a këti t'ja bëj kabulun, a këti t'i përgjigjem? Na mërmenda se Allah ka nevoj për namazin ton, për këtë lloj ibadeti, që po na zbukuron shejtani në këtë mënyrë që ja bëjmë Allahu te bareke ve teala. I madhruar qoftë Allahu. Allahu s'ka nevoj për asnjë vepër tonë të cilën ne e bëjmë për Allah. Po ne kemi nevoj për pranimin e veprave tona, duke realizuar me kushtet e tyre, ashtu si që kërkon Allahu azza wa jall, për t'i pranon Allahu subhanahu wa ta'ala. Por ndryshe, me të vërtet, halli nuk na bën. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dija thot fitohet
duke mësuar. Se pa mësu, dija nuk fitohet. Do të mësojmë, do të lexojmë. Pa mësim, dije s'ka. Pastaj thot, butësia duke u stërvitur me butësi. Do të mësojmë vetin, do të stërvitemi, ja? Do ta trajnojmë vetin ton me butësi, duke nejt me njerëz but, duke fol me njerëz but, duke duru e kështu me radhë. Pastaj, kush synon të mirën, ati jepet e mira. Çka do në mirën? Ka me të dhënë Allah. Ai erdhe pranoi Islamin paras, apo pse? Ai ka pas këtë në zemrën e tij. Dhe Allah subhanahu wa taala për gjithë atyre njerëzve e zgjedh dhe e sjell dhe pranon Islamin. Kush synon të keqen, ati jepet e keqja. Kush ruhet nga e keqja, ai mbrohet prej saj. Kush kërkon dijen, duhet të mëson. Kush do butësin, duhet ta stërvisë vetëm me butësi. Kush synon të mirën, do të jepet e mira. Kush kërkon të mbrohet nga e keqja, ai do të mbrohet. Ama, a mundohesh ti? A mundohemi ne? Unë du të jemi mirë, po a mundohesh me kani mirë? Unë du të jemi moralshëm, po a mundohesh me kani moralshëm? Unë du të ndryshoj vetin, po a i merë sebepet shkaqet për me ndryshu vetin tënë. Se pa marë shkaqet sebepet për ndryshimin e gjendjes tënde morale, ajo nuk do të ndodhe. Pra duhet merren sebepet. Si që merren shkaqet për çdo gjë tjetër të cilën ne dëshirojmë. Ka mjete, ose ka mënyra, ose ka shkaqe që i mundsohet njeriu që njeriu duhet t'i marrë ato dhe t'i fusë në praktik për ta ndryshon gjendjen e tij morale. Gjë që e kemi nevojë të gjithë. E para, me qëndru, me pas dhe me qëndru në akide në vërtet, në besimin e vërtet. Ndryshimi i akides, ose devijimi në akide në besim, i bën njerëzit pastaj që bëhen edhe të pamoralshët e jo të mirë. Kur ke akide në shëndosh, besimin e shëndosh, i njeh në çështjet akaidore të besimit, kupton akiden, besimin, rëndësinë e saj, lexon librat e akides, akiden e gjeneratave të para, dhe kapesh për këtë akide, për këtë besim, dhe i qëndrushët. Vetë akida e besimit të bën që ti të jesh i moralshët dhe i mirë. Pse njerëzit jenë të pamoralshët? Devijimi është ajo që çrregullon moralin e njeriut dhe shkatron. Devijimi. A devijon? Si devon njeriu? Po deri sus ke pi cigare, tu nejt me duan gji, ja një cigare, okej. I falëshin sunetet, i falëshin sunetet, tu nejt me një që nuk falëshin sunetet, i lave sunetet. Kur qovish me kalimin e kohës, pra qka? Ajo që ty të aprishim moralin, lënja e praktikës ose devijimi nga akide e shëndosh dhe vërtet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Më i ploti me besim, me iman, është ai që ka moralin më të mirë. S'ka moral të mirë, do të thotë ka problem me imanin, s'ka iman komplet plot. Nëse, pra, morali jonë, sjellja jonë e mirë, morali jonë, në çdo aspekt, dëshmon, tregon, aludon në besimin ton të shëndosh, se akide jonë është e shëndosh. Dhe lufta jonë në të njëjtën kohë me vetvetin, me nefsin ton për përmirësimin e gjendjes ton morale, dëshmon në akiden tënd të shëndosh që ti e ke. Se akidja besimit ty të shtyn për ta përmirësuar gjendjen tënde morale. Ama kur akidja është akide kaçamak, një akide sufije, nakshibedije, tijanie, kadianie, ku ta di unë çka, normal do të shofish mesin atyre grupeve njerëzve lejohen shumë gjëra që nuk lejohet në Islam. Edhe kështu pastaj bëhen të pamoralshët. Duke u drejtuar Allahut subhanahu wa taala me dua, me lutje, dhe duke kërkuar për Allahut subhanahu wa taala siç është lutur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo ta mundson që të jesh i moralshët. Sa unë edhe ti ne i lutemi Allahut subhanahu wa taala për hidajet, udhëzim, moral, si që është lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutje që ka bo, o Allah, kërkoj strehim të ti nga
moralet, veprat dhe dëshirat e ndaluara. Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq. Lut Allahut nga moralet, veprimet, dëshirat e pamoralshme, jo të mira të ndaluara. Ai ka qenë pejgamberi i Allahut, e ka garantuar Allahu xhenetin, po i lut Allahut për moral. A çka ka bëu pejgamberi sa pamoralshme diçka? Çka ka bëu pejgamberi sa diçka të pamoralshme? Më i moralshëm njeriu më me moral. Këtë kush e tha? Allahu në librin e tij familjar. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Vërtet ti o Muhammed je në shkallën më të lartë të moralit. S'ka njeri që mund me ka në shkallën më të lartë të moralit, siç ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ky pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka qenë me gradën shkallën më të lartë të moralit, ky i është lutur Allahu subhanahu wa taala që Allahu ta ruan nga moralet, veprat dhe dëshirat e ndaluara. Unë e ti që punë ti kemi berbat, asnjëherë në ditën nuk na teket që t'i lutemi Allahu subhanahu wa taala ta përmirëson gjendjen tonë shpirtërore, na largon nga gjërat e ndaluara, nga veprat, nga punët, nga moralet e ndaluara. Duhet me luftu me vetveten. Kjo gjithashtu të ndihmon me ndryshu moralin tënd. Lufta me vetveten, mujahadetu nafs, sepse Allahu subhanahu wa taala ka premtu. Ka dhënë premtimin për ata që luftojnë me vetveten, pra luftojnë nefsin e tyre, për me qenë sa më të mirë, për me gjendjen e tyre, Allahu ka premtuar se ata njerëz ka me i drejtu, ka me uzu Allahu. Ama kush lufton? Unë du Allahu me më uzu, ama s'ka nevojë me u fal, edhe rin. Unë du Allahu me më uzu, me mboj morash, po nuk lutem. Po lem, ti duhet luftosh me vetveten. Kur themi të luftosh me vetveten, nefsi ton, nefsi njeriu në urdhron në të keqe. Inna nafsa la'amaratun bisu. Vërtet nefsi urdhron në të keqe. A këtë nefs duhet me luftu, me bot kundërta asaj që nefsi thot. E çka thot nefsi? Të gjithë e dim. Nefsi thot shko atje bone kët, vide kët, shaje kët, ofendo. Nefsi thot këtë gjërat që Allah nuk i don. Tamam? E tash walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata të cilët luftojnë për ne, ne do t'i drejtojmë me siguri, ata do t'i udhëzojmë në rrugët tona. Ama ata që luftojnë për kë? Për Allah. Se kur nefsi të urdhron në diçka që shejtani e don, ti nefsin e kundërshton për ta bërë atë që Allahu e don, ti për Allahun luftën e bon, dhe Allahu ty të shikon, dhe Allahu në rrugën e drejtë të udhëzon. Pse? Për shkak se ti luftën me vetveten e bën. Nefsin tënde lufton, thirrjen për të keqe çka ta bën, ti nuk pajtohesh, nuk i përgjigjesh, Allahu askush nuk e din se ti çka ke gjoksit tënd. Atë luftën e mbrëmshme, çka do në brendin e gjoksit tënd, se çdo kush ka luftë në brendin e gjoksit të çdo personi ka luftë rreth mëdha çka ndodhin. Ja lufta me nefsin, me shejtanin, që na sjell mendime negative, të këqija, të liga. Dhe çdo moment duhet t'i luftojmë dhe t'i kundërshtojmë. E këtë ti vjen, shikon njëri tipi kafe, buzëqeshës, ai nuk e din se çka dhe çfarë ndodh në brendin e gjoksit tanë, këtë vetëm Allahu e din. Më kur Allahu e shoh, kur Allahu e shef, atë mundin, atë kontributin tënd shpirtëror dhe luftën çka e bën, e nahdiyannahum subulana, kena me drejtu rrugët tona. Pse? Sepse e ke marrë sebepin me uzu, me u boj moralshit, Allahu ka me të uzu. Ama përderisa pret mucize, mrekulli prej qiellit me zbrit për ty, tamam që Allahu me bo diçka për ty, që për asnjë njeri s'ka bo diçka, jo. Ai cili, çka thot Allahu? Atë kë do Allahu e uzon, e kë do Allahu e devion. Ai cili kërkon uzimin, Allahu do ta uzon. Ai që kërkon devimin, Allahu do ta devion. Pra njeriu është i lirë në këtë dynja ta shprehë atë që ai dëshiron dhe ka lirin pra në Allahut, oni bon. Derisa kur yawma tashkhasu fihi al-absar, në ditën kur do të rrotullohen syt, kur vjen momenti i vdekjes, tash për tash je i lirë bon. Hamon a luftove, atë keqen e luftove, a me nefsi nuk u pajtove, a shejtani në mufove, mundove, Allahu ka me të udhëzuar në rrugën e drejtë të vërtetë.
Muhasabatu nafs është gjithashtu sebeb, mjet për të ndryshuar moralin ton. Muhasabatu nafs është vetë llogaritja. Vetë llogaritja, me qortu vetveten. Me ndëshku ndonjëherë nefsin, vetveten. Pse? Për shkak se nëse nuk ke vetë llogarisim vetin ton në dynja, ka me na llogarit dikush në varrin e ahiret. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, siç ka thënë Omer radhiyallahu anhu. Vetë llogariteni vetin tuaj para se të merrni llogari dikush tjetër. E kur na merr llogari Allahu, është vonë për me marrë llogari vetin ton. Po tash është momenti dhe mundësia me llogari vetvetin, me ndëshku nefsin vetvetin, me qortu vetin ton, siç kanë vepruar gjeneratët e para, dhe prandaj dallohen nga ne. Dhe ne dallohemi nga ata. Nuk kemi siç kanë qenë. 2 dhoma i ka pas. Keni në dhomë, haje, pije, ushqim, dhomën tjetër e ka pas varrin. Kur e ka pa nefsin e tij se po nefsi e shkatron, e devion dhe po dobësohet me iman, me besim, është futën varrin e tij kjo dhoma tjetër. Është futën varr, edhe e ka vetë llogarit vetin e tij. Edhe i ka folë për vetit vetë. O nefs, ja ku është veti tonë. Ja ku është veti yt. Ja ku do të vish. Vendi yt këtu është varri. Tu do vetmosh, tu do të futesh, dhe nga të gjithë anët, askush me ty nuk hyn. Hyn me ty punë, do të varrosen punët e tua, veprat e tua çka ke bë. E kur kanë dalë prej varrit, kanë dalë të ndryshum. Ndryshe. Nuk kanë bë siç kanë bë. Se me pa vetin me hyn në varr, e me dalë prej varrit, padyshim se kjo ta mundson që të ndryshosh. Por ne as që na teket varret të vizitojmë. E shumë pak për të vdekurit mendojmë. E pak për vdekjen përgatitemi e për llogarin për Allahu subhanahu wa taala. Duhet t'i kujtojmë virtytet të moralit të mirë. Sepse kjo gjithashtu na ndihmon për të jemi të moralshëm dhe të mirë dhe ndryshe nga ajo që kemi qenë ose kemi bë. Istidhkar fadail husn al-khuluq. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yudriku bi husn al-khuluq ma la yudriku as-sa'im wal-qa'im. Besimtari me moralin e tij të mirë emrin shkallën gradën درجة الصائم والقائم يدرك درجة الصائم والقائم emrin shkallën drejën e atij që fal namaz natë çdo ditë dhe emrin drejën e atij që agjinon çdo të hanë, çdo tente, çdo ditët e bardha, ashura dhe kështu me radhë. Me moralin e mirë. Kur ka moral të mirë, ai emrin shkallën drejën se vapin ajrin i këtyre njerëzve, që natë për natë falë namaz natë. Edhe pse ky nuk falë, ama sjelljen e ka që këto se kanë. Morali sjellje. Prandaj do dietarë kanë konsideruar si shtyllë e Islamit moralin. Se sado që të falemi, sado që të dim, sado që të praktikojmë, sado që të folim, kur na shohin njerëzit pa moralshët, jo me sjellje të mirë, jo të butë, jo të afërt, jo fjalë miradije, jo fjalë të mira, jo nuk ndikon as dija, as këshilla, as ibadeti, as që. Që thjesht i pa moralshë dhe ai largohet prej teje, edhe nuk qëndron afër teje. Ai i cili është i moralshët, posedon virtytet të moralit të mirë, ai njeri do të jetë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën e ahiretit. Ai do të jetë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E Allahu na bëf prej tyre ya Rabbel Alamin. Ne do të marrim mësim nga pasojat e moralit të keq. Allahu subhanahu wa taala ka dhënë shembuj të njerëzve të ndryshëm që kanë qenë të pamoralshëm. Me njeriu më i pamoralshëm të njeriu që i bën shirk Allahut subhanahu wa taala.
Kjo është më i pa moralshmi, më i keqi, sa dhuron dikë tjetër që nuk meriton ta dhurohet. Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë shembuj të njerëzve të ndryshëm të pa moralshëm, edhe që i cek Allahu subhanahu wa taala në librin e tij familjar, por edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju e dini se në ditën e ahiretit do dalin njerëz të falimentum. El muflis. U ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabëve, "Men il muflis, kush është i falimentum?" Kanë thënë sahabët, i falimentum është ai i cili s'ka dinar, s'ka dirhem, ka hub pasurinë, s'ka kur gjë. E ka hub, ka pas biznis sen, kryp puna, hubi krejt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el muflis ka thënë është ai i cili kur do del para Allahut ditën e ahiretit, do dalë me namaz. Ka fal namaz, bëj vakët namaz, ha? 5 kohë namaz, mashallah, Allahu me barik. Ka xheru Ramazanin, ka kryer haxhin, ka dhënë zeqatin, ka kryer shtyllat fesë islame, ka bërë punë të mira, ama e ka reh këtë, e ka ofenduar këtë, e ka vjedhur këtë, e ka nënçmuar këtë. Njerëz të ndryshëm që u ka bërë shumë zullum, keq, dëm. E Allahu subhanahu wa taala do të marrë prej sevapeve të atij, ja merr shpërblim me veprat e mira të atij dhe u jepën të gjithë atyre të cilëve u ka hyrë në hak. Dhe masi që të jepen, pasi që të jepen atyre veprat e mira, sevapet që i ka bo, dhe këti i kryhen ma veprat e mira, para se të hidhet në zjarë, u miren të këqijat atyre njerëzve që u ka bo keq, i jepen këti dhe gjuhet në zjarë të xhenemit. A nuk është për të marrë shembull nga ata njerëz? S'ka nevojë me të ndodh ty, me ndodh mu, me kanet pa moralshët, me prit ne me kanë të atill dhe pastaj me kanë të mirë me përmirësu veten. A do të na mundsohet? Jo. Ne do të marrim mësim nga këto pasoja. Ne pa pikë dyshimi se do të kemi ato synimet tona e moralit të mirë. Pse do të jemi moralshët? Çka arrin nëse unë jam i moralshët? Ku do shkoj? Edhe çka fitoj? Ka thënë Ibn Qayyim rahimahullahu taala, kush ka ambicie të larta dhe shpirt të përulur, përshkruhet me çdo moral të bukur. E kush ka ambicie të ulta dhe shpirt jo të mirë, ai mbart çdo moral të poshtër. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin." Merr fjalën Khudhil afwa, faljen, merr faljen, urdhëroni të mirë dhe largohu prej xahilave, prej ignorantëve. Wa'rid 'anil jahilin. Largohu ignorantëve. Evitoj. Mos u jep rëndësi. Merr faljen. Urdhëroni të mirë. Dhe atë që njerëzit do të thuan, do të bojnë, do të ofendojnë, do të nënçmojnë, mos u jep rëndësi fjalëve të ignorantëve. Wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Njerëzit e devotshëm besimtarët, kur atyre u folin xahilet, ignorantët, i ofendojnë, i nënçmojnë, ato thonë selam aleikum, rrugën e tyre vazhdojnë. Ama mund durojmë ne, pa mos ja kthej fjalën. Ana zgjumi pa mos ja kthej fjalën. Ana zgjumi pa mos ja shasin na shajti. Ana zgjumi nëse nuk ja bëjmë të keqe si na bëni të keqe. Po ama kjo nuk është cilësi e njerëzve të moralshëm dhe besimtarë. Kur xahilët të ofendojnë, të nënçmojnë, flasin, atëherës thohu selam aleikum, largohu prej tyre. Wal kadhimin al ghaidha wala afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Një ditë prej ditëve, Omeri radiallahu anhu ishte i hidhrum me shërbëtorin e tij. Sa që e ngriti zarin dhe i fliste me zot lart. U nervozu. Kishte bo një vepër që e kishte shtitë që të nervozohet. Për moment një njeri e pa Omerin në gjendjen në të cilën ndodheshte. Edhe filloi t'ia citon ajetin kuranor të surës Ali Imran. Wal kadhimin al ghaidha. Omeri tash nuk e sheh se kush ja reciton ajetin, po ndëgjon se çka i thuhet. Ata që e përbin, ata që përbajnë zemrimin. Edhe Omeri ja boni. Wala afina anin nas, ata që falin njerëzit.
ka gabu. Edhe ti gabon. Çdo njeri gabon. E ti kur gabon, pra Allahu të falë kërkon, dhe faljen e Allahut ti shpreson. Edhe ai si njeri ty të ka gabu, edhe ti duhet ata falish, ai nuk është robi yt dhe as që ti je Zoti i tij. Ti roba e rob. E ti si rob ke nevojë për faljen e Zotit tënd. E kush je ti mos ta falish robin e Zotit tënd. Edhe Omeri kur ndëgjoi wal afina anin nas, ata që falin njerëzit, tha të kam falt. Me njërën praktikë, ndëgjove vetë praktik. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allahu i do bamirësit. Tha Allahu i do bamirësit, tha je i lirë, për sot tha nuk je ti robi. I lirë tha. Kështu vepronin dhe kështu fjalët e Allahut ato i praktikonin. E të moralshmit kështu veprojnë. Kur nervozojnë, kur hidrohen, dhe në momentin kur mund të thonë fjalë jo të mira, ose të reagojnë me reagimi jo të mirë, shkojnë marrin abdes, falin 2 rekat namaz, bojnë dhikr, i kujtojnë fjalët e Allahut, kanë parasysh zullumin, kanë parasysh të keqen dhe kështu me radhë, derisa e pengojnë, e ndalin vendin e tyre dhe e përmbajnë zemrimin. At-tawasi bi husnil khuluq. Ne duhet të këshillohemi mes nesh për moral të mirë. Unë kam nevojë të më këshilloni, e ju keni nevojë të këshilloheni. Sepse unë jam pasqyrja juaj, e ju jeni pasqyrja ime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, muslimani besimtari është pasqyrë miratul mu'min, është pasqyrë e besimtarit. Dhe vëllai i tij, wa akhuhu, wal muslim akhul muslim, dhe muslimani është vëllai i muslimanit. Pra, muslimani besimtari është pasqyrja e vëllait të tij musliman. Dhe gjithashtu vëllai i tij në islam i harruan të humburën dhe e mbron nga prapa. Pra, çka kur njerëzit e ofendojnë, e nënçmojnë, folin keq, ku të diçka në mos prezencën e tij, ky thotë na legojnë. Ajo që u bashkagjitet ative, aty pim kafe njëni me qetë, aty bëmë mohabet, aty pastaj, kur të folin për ty, unë të bashkagjitem e kështë. E të folë për vëllain tim, lutë gojnë. Nëse do në bësh mohabet i hajrit, diçka do bish me folë si mua, u bafshin për të mi, shkë. E muslimani, e mbron shpirën muslimanit. Ti, njëri prej dietarëve ka thënë, ti e pasqyra për vëllain tënd, e vëllau yt normal, ti e pasqyra për vëllain tënd dhe ai e sheh gjendjen e tij te ty, se ty të ka pasqyra. Po gjithashtu edhe ai është pasqyra për ty dhe ti e sheh gjendjen tënde tek ai. Lutim Allah subhanahu wa taala të na bën për atyre të cilët kemi moral të mirë. Do të na bën Allahu për njerëzve të mëdhej të cilët kanë qenë të moralshët e të mirë. Lusë Allah subhanahu wa taala që na i përmesojnë gjendjen tonë dhe zemrat tona, e të na bën nga të lumturit, nga ata të cilët marrin mësim nga të tjerët. Kështu që atë që urejmë tek njerëzit tek të tjerët, nuk duhemi që ta kemi edhe vetë. Kur i shohim se njerëzit kanë deviju, e urejmë devimin. Kur shohim se njerëzit janë pa moralshët, e urejmë gjithashtu edhe për ne dhe nuk dëshirojmë të jemi të tillë. Kështu që lutim Allah të na bëjë nga ata të cilët do të jemi shumë të kujdesshëm. Dhe në atë ditë do të japim mund që ta ndryshojmë gjendjen tonë shpirtërore e morale. Na i përmirësoj fjalët tona, veprat tona, punët tona. Lutim Allahun subhanahu wa taala që na bën nga ata të cilët me të cilët Allahu do të jetë i kënaqur. Do të jetë razi. Lutim Allahun subhanahu wa taala që në rrugën e drejtë na udhëzon, na forcon, e gjendjen tonë na përmirëson. Lutim Allahun subhanahu wa taala që me gjenet të Firdaus juve dhe neve Allahut na shpërblej, me të mirët të tij Allahut na begaton, në gjenet të Firdaus me Muhammed sallallahu alaihi wasallam të na bashkon, wa akhiru dawanan alhamdulillahi rabbil alamin.